Këtë herë do të jemi në qytetin e Pogradecit. Do të takojmë ata njerëz të cilët kanë bërë historinë e turizmit në këtë qytet. Dhe ky udhtim natyrisht që do të nisë me peshkatarët. Liçeni i Orit është pasuria e jashtëzakonshme që ne kemi. Përveç këtij, është edhe një tjetër në Rusi që quhet Baikal. Pra, është një liçen vërtet i rrallë, me ura të ftohta, shumë i thellë, me sipërfaqe të madhe dhe që ka gjallësa të rralla, ku natyrisht njëri prej tyre është edhe Korani. Po si ka ndryshuar ky liçen? Sa janë kujdesur njerëzit për pasurinë që këto ujëra fshehin poshtë. Për këtë unë do takoj dy peshkatarët më të vjetër të qytetit të Pogradecit, njëri që është 86 vjeç, Astriti dhe Petritin. Astriti ka edhe një detaj tjetër, sepse ai ka qenë edhe në nëndecen 105, pikërisht në ato vite kur ka ndodhur edhe konfliktet me ish bashkimin sovjetik. Petrit Marko dhe Astrid Shkëmbi, që në adoleshencë kanë peshkuar në liçen. Ata e njohin mirë liçenin e Orit dhe ndryshimet që ka pësuar. Peshkatarët e vjetër që ishin të gjithë nga Maqedonia. Edhe nuk teshti një zanatin. Zanati nuk ta itni. Me ndihmën e gjyshit, me ndihmën e dajos, unë zbënja ishe e vogël, sa mbarova të shtatin. Në 58 detyrojsha ypnja në përpemët ku punonin pleqë të poshtës, se nuk desh të më mbanin aty të shikonin zanatin që si duhet të arnuar, si duhet të hequr, si duhet të vënë, si duhet të shu, ose si duhet të rregulluar. Në këtë kohë... Për rjetën e ke fjalë? Po, për rjetët. Që rregulloshin rjetët për duhetit. Po. Për mërezhdat e mora shpejt parën neve dhe për mos marrë zanatin, më dërgonin shkop Lipaqet. Petriti sot është 80 vjeç, por ai ka qenë ushtar në Pashaliman, pikërisht atë vit që ka ndodhur dhe konflikti me ish bashkimin sovjetik. Në ato muaj të tensionuar, ai ka shërbyer në nëndecen 105 si elektricist. Sipas Petritit, 2-3 muajt e tensionimit, frika më e madhe ishte kërcënimi me jetë nga forcat e ish bashkimit sovjetik. Erdhi radha për ushtar. Kam qenë në nëndecë bile. Ke nëndecja 105? 105, po me Aleko Pajanin. Ne na e vranë shokun aty, na e vranë aty në mes të kuzhinës, në Iran. Kush, rusët? Rusët po si, u sollën shumë keq me ne ata. U sollën shumë keq. Po shikoni marinar shqiptar, Alamet Koroneli ndiqte me makinë ta shtypte shqiptarin. Brenda Pashalimanit? Brenda Pashalimanit, brenda. Do më thënë që nga Rikum, nga Pashalimani, deri poshtë në ajo. Në atë kohë ishte një rus, një shqiptar. Një rus, një shqiptar. Do më thënë si mbas zanateve që kishin, elektricist, hidrolik. Pra ishte stafi i nëndecës Barazim. Barazim. Sa shqiptar ishin aq që ishin dhe rusë? Se kanë qenë 12 nëndece, ka patur Shqipëria. Në film Nëndecja 105, po? është në poshtë detit, po? Dhe plas një sherr i madh se kush do ta marrë nëndecen. Pra shqiptarët bëjnë manovrime të tilla për ta kthyer në bazë. Po. Ka ndodhur kështu në realitet? Ndodhi në bazë. Ka ndodhur kjo. Si ka ndodhur? Dhe ti ke qenë brenda nëndecës? Nëndecën. Këta shqiptarët thoshin do t'i lejmë në bazë. Pa. Nuk do të dalin. Do qëndrojmë. Rusët thonin do t'i nxjerrim në det. Rusët thoshin në det. U mbyll që nëndecja 105
të kthehet në vendin e vetë. Domethënë të kthehet në bazë. Që bën tash këta? Filluan të prishnin mekanizmat e nëndetëses, të hiqnin aparatura edhe të isnin në det, që neve domethënë mos dilnin në det. Si përfundim, erdhi puna që do të ikshin, u bën karikimet e baterive, bën të gjitha ata, 12 nëndetëset, 4 i lanë aty, domethënë këto që u morë, të tjerat mua rrugën Për Rusi? për Rusi direkt. Ikën? Ikën. Aty zmbeti asgjë përgjeje. Ndërsa ushqimi dhe të gjitha ato ishi nga Rusi. Çfarë të veçante ka liçeni Pogradecit në syrin e një peshkatari? Këtu ndodhen, rreth një 10-11 specie janë të vendit, ndërsa të tjerat janë të hedhura, të sjella. Cilat janë të vendit? Të vendit është korani, Po. është belushka, është kleni, është krapi, është gurnece e egër, është plashica, është mërena e gurit, është mërena e rerës. Karasi është i ardhur, hedhur me që nga Kina, kines. Se në kohën e Kinës vullët karasi? Karasi po, sollën krapin, kinezët, edhe në karasin. Në mes tyre ishte një lloj krapi i zakonshëm, por i thoshin krap pasqyrë. Ai në vetveten e tij, në lëkurën e tij, gjithsej mund të kishte 10-15 luspa. Domethënë ta kruanje, nuk e kruanje, se s'kishte aq. Vazhdon të jetë në liçen? Po, jeshtë i rrallë. I rrallë, është shumë i rrallë. Po është i mirë? Është shumë i mirë, po është i rrallë. Çfarë mund të na thuash për Koranin? Neve kemi dëgjuar shumë legjenda për Koranin. Që Korani e merrte edhe mbretëresha e Anglisë. Po. Çfarë ka ndodhur në kohën e komunizmit me këtë pesë që ne nuk e kemi njohur? Se neve pjesa tjetër e Shqipërisë, nëse kemi ngrënë ndonjëherë Koranin. Po, zilçe Korani këtu, po zilçe me kuntalra, nuk zilçe me 10 kg, 5 kg. Jo sa zilçe sot. Jo, mbushin arka me Koran. Korani këtu në neve merrte sa dilte aty, magazinoheshe, edhe shkonte në Korçë, shkonte në Tiranë, shkonte në përvende domethënë që vinin kështu pritjet të gjitha domethënë turizmat që tërë këto vinin e merrnin Koranin këtu. Vërtet më përpara ishin gjithsej 10 barka. Edhe gjuheshin që nga kufiri në kufi. Po nda ishte e ndarë në për zona. Lini më vete, në sinore vetë, udënishti më vete, piskupati më vete, Pogradeci kishte që nga Mëmlishti deri në kufi. Edhe ishin 2 brigata këtu. Domethënë nga 10 varka ka vajtëm në 300 e sa varka. Korani gjuhet në masë. Liçeni i Orit është nga më të mëdhat në gadishullin e Ballkanit dhe nga më të vjetrit në botë. Ky liçen ka një sipërfaqe prej afro 350 km². Thellësia e ujit shkon deri në 300 metra. Gjuajtja pa kriter është barbarisht, edhe me keqja fare është me këto mjetet lundruse që kanë dalë tash, që po gjuajnë këta brezi që jemi, ata lëshojnë lundrusa nga lini deri në Tushemisht, ku mund të qarkulloj ky peshk që vjen në ujrat nga Maqedonia për në neve. E këtu në neve ka rënje të tmerrshme. Se Maqedonia nuk e gjuan në këtë mënyrë si që e gjuajmë ne me pa kriter. Ata kanë rregullat. Ata kanë rregullat edhe kanë përgjegjësim më të madhe, kanë intelektual njerëz që ndjekin atë punë dhe janë më të përgjegjshëm se sa neve. Periferia e qytetit e fshatrave shkarkohet i okupatorin Zagorshan. Të gjitha këto njerëz shkarkohen në Tushemisht. Imagjino se sa detergjente ka qyteti që shkarkohen në liçenin tonë. E pa parë, si mund të jetojë kjo specie e gjallë në liçenin tonë? Ne nuk po shikojmë asnjë lloj peshku. Më përpara nëse do të njëti në liçenin tonë të binte një qindarkë. Në thellësi në 10 metra ujë e shgonjë derisa shkonte në fund. Sot nuk e shgon dot. Tashi këtu hidhe rrjeta 20 çka. Fjala vjen syri mi i vogël. Zeatë të vogël. Ti zeatë të vogël fare sa është i lindur. A e le të zhvillohet edhe një larva jo? Në pamundësi. Edhe është fjala tash, bëhet ndalesa e gjuetis në liçenin tonë.
duhet vijet e programuar për të gjithë, qoftë grepi, qoftë rrita, qoftë kushdo qoftë. Ose doli inspektori e saj pune, të marri masa urgjente. Sa peshkatar janë të licencuar në Pogradec? Kaq peshkatar. Si limjet e tu t'i shkoj unë? Me çfarë mjetë e gjuan ti? Të vere përgjegjësi natën, të ngre kanës që kishte parti e punës, ka një do të liqen tonë ti, se të kapte skafja, të kapte kamera kur nëzirte radari, edhe kapshe. Sot punojnë gjithë natën varkat liqen, pasurohen, gjysmit rrim pa bukë të. Vitet e fundit, në Pogradec janë hapur shumë restorante. Kjo nisur nga kërkesa e turistëve për të shijuar sidomos peshkun koran dhe belushkën. Në disa nga restorantet, Korani shërbehet në tavë, por disa të tjerë kanë gjetur mënyra më të sofistikuara me qëllim që të tërheqin turist. Kush vjen në Pogradec, kërkon tavën e Koranit, por unë kam bërë një zbulim. Fationin edhe Klitin, të cilët natyrisht e gatuajnë Koranin, por ndryshe nga gjithë të tjerët të në Pogradec. E kanë sjell krudo dhe duke bërë këtë shpikjen varkën me sushi, si dhe Koranin në krip. Tavolina e tyre është plot ngjyra. Koranin këta nuk e sillin thjesht në tavë apo në zgar, por krijojnë me të. Dhe një nga krijimet e tjera është pikërisht kjo gota këtu. E cila ka shegën, natyrisht ju shegën e njini, dhe brenda çaj ke futur? Ka koran, pakeri, ginger, hudhër, bulion peshku, koper majdanos. Shiko, ne jemi mësuar që koranin ta shikojmë vetëm në tavë ose në zgarë. Kemi menduar të cilën disa lloje të ndryshme gatimesh që nuk I gjendet diku tjetër. Tu kemi gravalax korani. Qa që të edhe një? Gravalax korani, I marinuar me krip dhe sheqer, lëkur limoni, lëkur portokall dhe bimë aromatike. Carpaccio korani. Carpaccio korani. Carpaccio korani. Një supë e ftohtë me koran krudo. Supë të ftohtë? Po, supë të ftohtë. Kjo ka spec, ginger, lëng limoni, lëng portokalli, lëng mango. Sektorin këtu, Unë ka marrë vetëm këtë sektorin këtu, këtë. Do me thënë edhe nga pjesa e kuzhinës, gjithmonë jemi në bashkëpunim, do me thënë, në ndihmës të njëri tjetrit. Tani këtë varkën e keni gjithmonë kaq të madhe, apo ka dhe varka më të vogla? Ka varka më të vogla, ka edhe varka akoma më të madhe. Po shumë interesante ishte kjo ide e sushit me koran. Me koran është një gjë vërtet shumë e rrallë. Sepse Kliti nuk është se ka bërë sushi me koran, po ka bërë sushi me koran, ka përdorur edhe mish, ka përdorur edhe prodhimet e detit. Prodhimet e detit, po. Karkalecat, Karkalecat, po. Po si janë shijet e kombinuara kështu bashkë? Shijet janë shumë të mira. Do të thënë shkojnë bashkë? Po, shkojnë bashkë shumë. Edhe prandaj është bërë këtë kombinim që kur ta provosh të bësh wow, t'ja bësh wow. Po këtu që nga fantastike, se këtu me një varë baroke punë. Është fantazime vetë. Hallë mishin dhe peshkun. Ja, I konsuman të gjitha. I këtë gjitha, do me thënë këtu I këtë gjitha. Çdo gjë. E kanë pëlqyer njerëzit këtë ide? Shumë. Më bëri përshtypje në fakt që gjej në Pogradec një kuzhinë kaq fine. Se njerëzit kur vinë këtu kërkojnë ose lakrorin, kërkojnë gjëra tradicionale, ndërsa ju keni sjellë një kuzhinë ndryshe. Një kuzhinë komplet ndryshe, domethënë ti ke të gjitha, si tradicionale edhe moderne.
një grup muzikor të quajtur Nostalgjia, një grup i krijuar prej kohësh dhe që përcjell këngët e vjetra pogradecare. Ka një veçanti Serenata Pogradecare, se benda ka lirikë, ka romantikë, po ka dhe poezi. Gjëja më e veçante që ka ky qytet. Prandaj ne shquhemi për poezinë dhe gjithë këngët tona kanë poezi të bukura. Pogradecarët, si të krishterë dhe muslimanë mblidheshin gjithmonë bashkë dhe këndonin këngët qytetare pogradecare. Njihem me këngët e grupit dhe më pëlqyen shumë pasi ato ishin të ngrohta, tregonin historinë e vendit, ishin të ëmbla, të buta dhe detyrimisht unë i përkraha duke gjetur një ngrohtësi dhe nga profesori që drejtonte grupin Nostalgjia, si brenda qytetit ashtu edhe jashtë saj, ku jemi ndjerë krenar për Serenatën Pogradecare. Me bukurinë e liqenore që ka ky qytet, i shtohet dhe bukuria e serenatave kaq të bukura pogradecare. E kam gjetur këtë ambientin e këngës qytetare shumë të ngrohtë, më kanë pritur shumë mirë. Si dhe Korça që ne mbahemi për serenatat korçare. Njëkohësisht edhe këtu gjeta këto këngët që janë pak me motiv, pak më ndryshe, pak edhe më të qeta, më të buta dhe më të dashura. Kemi filluar aktivitetet që në vitet 60 kam qenë e vogël, kam qenë në estradë, kam qenë asamblin, nga të parë në Driloni, pastaj u krija Nostalgjia. Unë jam farmaciste në profesion, po muzikën se kam darë asnjëherë nga vetja ime, gjithmonë kam kënduar me kënaqësi dhe me shumë dëshirë. Grupi në këtë aktivitet, jo vetëm ban gjallë aktivitetet në Pogradec, dhe aq më tepër në këndin e turistëve që sapo vijnë e përshtojnë, por sill edhe trashëgimin e kësaj këngë të bukur, ashtu siç trajtuar nga të gjithë, këngë e bukur, këngë dashurisë, sepse ne që po qepe Poradeci kanë qik damar për Lazgushian, në kuptimin e poezisë. Pogradeci ka shumë poet, këngëtar ka. Një pjesë kanë ikur janë larguar në përvendet e ty për një jetë më të mirë, Po të se shumë pak, kështu që aktivizimin ndaj dhe ndjeva si përjesin vetë si qytetar, pogradecar, lindur e rritur këtu, për të marrë pjesën e profesor Giovanni. Giovanni është gjuvi, legjende kësaj këngë qytetare, dhe një pjesë mirë të antarëve të saj, vazhdojnë e kontribojnë kudo, në gjithë sebepet që ne kemi. Më fanë se të banë ty, të banë duke gotua. Më fanë se të banë ty, të banë duke gotua. Më mirë të qaju në për ty, se sa ti në për mua. Më mirë të qaju në për ty, se sa ti në për mua. Po në fjëmë shperoti, po mos mu i dëra. Po mos mu dëshperoti, po mos mu i dëra. Arab këmoj, si zes këmoj, sa fort e dashur. Unë mblodhëm së bashku me iniciativën e profesor Jovan Shukes, krijuam shoqatën kulturore Mall për këngë qytetare pogradecare. Edhe ideja kësaj pune, nga profesorët dhe nga gjithë ne, ishte që ne të mbanim gjallë këtë traditë, këtë këngë të bukur që është kënduar brez pas brezi. Kënga qytetare pogradecare, siç i dëgjuat edhe ju këtu, i këndon dashurisë, i këndon liçenit, i këndon patriotizmit, domethënë është shumë dimensionale. Edhe Ka vetëm një pyetje, tani është zhvilluar turizmi shumë në Pogradec. Ka interes për këngët qytetare pogradecare? Ka shumë interes. Interesi është jashtëzakonisht i madh. Ne gjatë kohës që është sezoni veror, ne japim disa koncerte këtu, edhe jemi mirëpritur jashtëzakonisht mirë nga të gjithë turistat që vinë këtu në vendin tonë. Unë kitarën e ka filluar që në moshën 10 vjeç. Ka mësuar si amator.
Mbasa daj më vonë, bera një kurzi veçar me një profesor, Kisi Kola, që qëtë profesor Jovan Shuke, një ka qenë maestro, i shkejtë ndëroj jetë, më vonë e lash, po bera 2 vjetë kursi. Pasaj më vonë, u lidha me profesor Jovan Shuker. Këngët për adecare janë aqë të bukura, aqë të embla, sa unë kur i këdoj dhe bushe me lotë. Asaj bukur kjo. Kjo të mbesosh. Dhe po profesorit ja di përnderë që më mori në grupë, po më mësovi shumë gjera në këngët e në kitare. Historia e grupit tonë është kjo, që para 25 vjetësh, duke parë disa zëra të bukur të qytetit Pogradecit, që ishin në më thëme vokal shumë të mirë, një pjesë kam mbaruar dhe shkollën muzikore në Korçë edhe më lartë, mendova që të organizoj këta këngëtarët më të mirë të qytetit tonë. Dhe filluam nga puna me këngë qytetare pogradecare. Cila është specifika e këngëve pogradecare? Specifika e këngëve pogradecare është kjo, që kam qikë si të vëshë dhemshuri, ndjenja, tradhtia që do... Dashuri! Bravo! Po, të njëjtat gjë kanë dhe të këto rrethet e tjerë, se mos neve Shqipëria jugjindore. Këngët pogradecare janë të vjetra shumë. Ka dhe patriotizm brenda këtyre. Dhe këngë që do këndojmë një tashi, është pra këngë patriotike që është kënduar që në kohët e parshme, nuk është harruar fare. Është malli për Shqipërinë, titulli i këngës. E mund ta dëgjoni tashi me kënaqësinë më të madhe ta këndojmë. Stullo dora duke tjera, veç lunga duke shtjera, i dhe furkën ati tek, edhe qasu më këte. Që të mërvim lullet kuqe, ti moj faqe kuqe, moj buzo burbuqe. Janë disa vënde të vogla në Pogradec, po që kanë një shpirt të madh të brenda. Dhe janë pikërisht një nga kuzhinat më të famshme, e cila është hapur që në vitin 1991 nga një grua që quhet Zoica. Dhe sot që flasim, ajo është bërë shumë e njohur pasi nuk ka njeri që vjen në Pogradec dhe nuk shijon paçen e Zoicës. Paçe koke, paçe plënci, paçe këmbe. Atë kemi kolagjen, besoj. Kolagjen është original. Me kockat apo me... Vici, jo këmbë, vetëm këmbë vici. Kjo është asjebapi, me mish vici, vetëm mish vici gatuet. Këtu nësë përdorim asnjë lloj gjaje. Këtu ke fasulen? Këtu kam kokë tjetër, se tashin e vetë. Kuzhinieri që në 71 kam punuar në kombinat. Në Berat? Në Berat. Se je vajzë Berati? Pastaj u martova në Pogradec, erdha fillova këtu, kuzhiniere. Kam punuar në tërë kuzhinat e Pogradecit. Ku konkretisht? Që në një maj, në shoferi, në familjari, në nkelana, në turizmi vjetër, në turizmi tjetër i madhi. Ti ke mbaruar shkollë kuzhine sa atër Kam njështë? mbaruar shkollë kuzhine, 2 vjeçare në Tiranë. Në 69. Po si të lind ideja për të hapur këtë vend? Pastaj unë isha kuzhiniere dhe desha, thesha, unë do hap të kemi lokalin. Sa e vështirë është të mbash një lokal Është shumë e vështirë, me ushqime mëngjesi? Me durim. Edhe atë isha e rez, desha të dhja. Një isha se do vemi në Zoica, e u kriju ajo, edhe punoja. Aman dhe emrin e këtë veçantë, Zoica. Sa orë të është dashur të punosh në fillim që ti ta ngresh punën? Në fillim 20 orë, sa i bje, 4:30 të mëngjesi deri në 12 pa 10 bja në shtëpi. Të natës? Të natë. Kur kisha lokal në vogël. Ka shumë njerëz kishte apo duhej ushqim? Atëre kishte shumë punë kishte. Çfarë marrin më shumë njerëzit tu? Paçën kryesisht? Po, paçja është e para një. E koke. Këto të trija, ja deri nga ora 3 këto janë të mbaruara. Nuk lodhesh?
Për të lodhur, tani. Jo, do me thënë, dakur që lodhesh, po si nuk e, do me se dhesh të zgjohesh herë çdo ditë. Tashi lë djalin, se dua t'ja le atja dhe them që... Mendon që djalit e ka trashëguar? Po, edhe ka marrë dorën shumë mirë, shumë mirë e ka marrë. Po sa mirë që ka pranuar? Po tashi, i them. Nuk ka nuk tjetër. Ma vjen gjunata le, unë prandaj dhe ri, se po tjetë. Shoqet e mia kanë 30 vjetë që kanë lënë. Kjo është i voglit, që një voglit? Kjo është një voglit, e kam që. Këta të vishë duhet më shumë se të ndin, duke ta. E një soja, të gjishtat një soja. Ja dhe malë. Thuaj. Po të vdesesh në frigorifer si Macedoni do të mbajtë. Ka i shumë të fort e kemi lidhje me njëri tjetrin. Unë kam 26 vjetë që këtu me këta. Të lokali? Të lokali. Të me dhe që ndrojmë njëri tjetër. E kuptoj, e bërë krau i djatë. Nuk e kam lënë asë edhe unë asë në tijë, vetë. Tani, ti guzhinjer u bërë nga mamaja. Kjo ka qenë mësuesja jote. Ti ka të reguar gjitha sekretet e Paçës. Gjitha jo. I ke mbajtur ca sekretet e Paçës. Po, të Paçës i bejt gjitha. Është e vështirë Paçja. Po, ta shi ka ato të vetat, në mos kur s'lidhe do njerë, thua, po, qarë mungon, qarë ka. E kuptoj, që të lidhet a i lëngu, të bëjt kremos. Kër vjen Tiranë se sa më lutë në theshte ajde të t'japim lokal, të rish. Jo, theshte kam timin, punoj për vetën tim. Pse të kanë luatur edhe në Tiranë që të... Ja, për kokën e këtime të gjinje. Kale aje hotel dajti theshte më bëjnë qintracione Paçe, koke, planci, do të dërgoj frigoriferin, do të dërgoj personin e të vesh, nuk ka ridotës. Ua, ti merte nga Pogradeci? Merte nga Pogradeci e ti shiste atje. Do edhe në kaj që vështirë është bërë për të gjithë kuzhunjerë profesionist. Ka dhe sa sekretet tjera Paçja. Ka dhe kosumit, më kryesoret. Kë? Kosumit, sa më shumë konsumohet, ashtë me mire është. Është e freskët, kjo është ideja që bëhet e freskët. Të ka lënë një trashëgimi shumë të bukur mamaja, sepse në ratë partë ka lënë një emër të Zoica, dhe që emri lidhet me një ushqim shtëpie. Me të emri kemi pasu dhe problem. Dhe i theshtë do t'ave me emrin aty. Jo, theshtë, më vjen kështu. Më vjen zarë, më vjen. Pse t'ave? Më i thesha, ti nuk do vdesë shkur me këtë emër. Pogradeci ka patur gjithë një kulturë në shërbim. Mes shumë njerëzve që shërbejnë në restorante dhe lokale, na ka bërë përshtypje edhe Josif Lackaj, i cili ka shërbyer që në kohën e diktaturës dhe është një nga kamarierët më të vjetër që vazhdon të punoj edhe sot e kësaj dite. Ai ka përgatitur breza kamarierësh në shkollën profesionale që ka patur Pogradeci. Si ka qenë roli i kamarierit? Para 90-s me të drejtën ka qenë shërbimi shumë më i mirë se sot. Bëj fjalë për turizmin ku kam punuar unë që në vitin 1980. Te Enkelana bëhet fjalë. Enkelana, turizmi i ri Enkelana, domethënë kërkesa e llogaritësisë ishte në maksimum. Uniformat ishin të shkëlqyera. Korrektesa në orar të gjitha ishin në. Lini bakshish në atë kohë? Linin bakshish. Linin bakshish, po domethënë fillimisht ishte ajo ideja që nuk pranohet bakshish, ke parasysh? E kuptoj. Po disi i rezervuar, jo e hapur, për shembull siç kurse tash lën bakshish sipas shërbimit. Bakshishi fitohet, nuk ta duron njeri. Po nuk shërbeve mirë, nuk të lë njeri bakshish. Pogradeci është qyteti i Lazgushit dhe Mitrush Kotelit, po Pogradeci është edhe qyteti i artistëve që din të punojnë drurin. Njëri prej tyre është Piro Loçka, i cili e ka të trashëguar artin e punimit të drurit në 4 breza. Çuditërisht, ai nuk shet asnjë punë dhe ka krijuar një nga koleksionet më të mëdha
të punimeve të Drurit në shtëpinë e tij. Si u lidhe ti me artin e punimit të Drurit? Si ka qenë historia e familjes tënde? Atëherë, unë e kam të shikimni. Jam brezi 4 që merrim me Drurin. I 4 ti? I 4 ti. Që së gjyshi, babai. Sa vjeç ishe kur fillove të kuptoje që ky ishte pasioni yt? Unë kam filluar që kur kam qenë i vogël, duke parë babain që punonte, merra edhe një vegël, bënja edhe unë, bënda edhe një, mund të kem 5-6 vjeç që mbaj mendun. Në një drasë që si doja ati një lule, me jepte 2 dalta dhe e gëdheni. Babai juaj ka qëlluar që të jetë më shumë në kohën e komunizmit. Për kë punonte, për të punimet e Drurit, për çfarë shërbeni? I mat ka patur fatin që ka qenë mësuesi punës me Drun në shkollë. Edhe ka patur fatin ta që mere me Drurin, dhe në atë periudhë kur nuk lejoj të punoj. Dhe punonte me nxënësit. Dhe pastaj mbasi doli pension, mbas viteve 90, hapi në shtëpi një ndis, në fakt ishte pak më i madh. Edhe thjesht për pasion për të punuar, se nuk kishte dëshirë ta humbiste kohën duke ndendur klubeve apo për të luajtur domino siç e kuptoj. Siç luajnë shumë pensionistë. Më bën përshtypje punimi i Drurit që pas ka shumë lule. Kjo gëdhendja është floreale që është tipike e stilit të ikonostaseve të vjetra. Po pikërisht atë po shikoj. Dhe pikërisht ajo është kopjuar nga një pjesë e një ikonostasi, dhe këto punime shumë rrallë i kërkojnë. Qytetërisht i matë kanë nejtë me muaj për të gëdhendur të. Për këtë? E që gjitha me dorë. Edhe nga një të vjen keq, dhe gjyna që ta japësh. Të gjitha gjerë, po të shikoni edhe këto arqet, i kam drejtuar me dorë pas një lloj makinerie, mund të kem drejtuar vetëm për të drejtuar, për të ngjitur të... Harkun e ke bërë vetë, në mënyrë artizanale? Me dorë, me zdruk. Me këtë zdrukin. Ua, e kuptoj. Që ky, me këtë mund të ketë punuar dhe gjyshi dhe stërgjyshi. Ka 4 breza që janë punë, që në 40 është ky. Kjo këtu? Kjo këtu. E shikoj që i pas ke veglat shumë artizanale. Veglat janë artizanale, të bëra vetë. Po. Sipas asaj që më duhet mua. Po. Se të bëra janë speciale që. Për gëdhendje. Për gëdhendje. Sa të tilla ke nga këto? Çfarë quhen këto? Dalta. Dalta, po. Ke shumë lloje, besoj, sepse... Të veç këtyre që kam lënë këtu, Arsenali daltave! Ua, që bëhet këtu, sa dalta mund të kesh në arkiv? Ase kam numëruar do njerë. Ku dallon një daltë mirë? Nga pregtësia që ka, edhe mbajtja e tekut për një periudhë të gjatë. Ustanjin nga vegla. Daltë e mirë të ndihmon se bën punën lehtë dhe nuk ri gjithmonë ta mprekësh në gurin. Po më bën përshtypje pasioni për gëdhendje lulesh. Se shikoj të gjitha punimet kanë lulet. Fleur de lis, që i thënë francezët. Motivi floreal është thash tipik në për ikonostaset. Edhe ne kemi dashur ta ruajmë atë lloj stili duke përdorur dhe duke modifikuar. Këtë trungu ka gjetur në durët e zjarit. Kë? Këtë trungu më të. Qa thua? Edhe i ka vënjet? Shumë interesante si formë dhe... Edhe i ka vënjet? Edhe i ka vënjet. Ua, nuk ka Kështë për të djegur. Ua, sa e veçan që nga kjo. Sa ko mund të duhet për ta bërë këtë gjë? E kuptova. Varet dhe si të ecën puna, si je emocionalisht. Gjendja shpirtërore. Njerë punon shumë, njerë punon pak. Dhe që janë ato anjet e Drurit kur pritën për ngatrat që dalin mbeturina dhe një mbeturin e futim në punë. Imagjinoni e ka gëdhendur të gjithë nga brenda, duke hequr copa të vogla. Ua, çfarë durimi, artist. Me orë të tëra në ditë. Ua, ti nuk i shet fare këto punë? Këto asë bëhet fjallë. Nuk bëhet fjallë? Ka ndendur me muaj për të gëdhendur. 10 milion, nuk e shet. $10.000. Se kushton 10 milion ajo? 20. Po e nisim nga pak, po e vim si në në kant.
Atër, ajo... Nuk të jo është para, ja? Për mua më vlen shumë. E burë, fare. U po të provokoja. Po mirë, baba i bënte dhe nuk i shiste? Thashë, kur e bën pasion të vjen gjuna këtë... Edhe kur bëhen punë me pasion, bëhen punë të mira. Kur bëhen punët për tregti, kemi vajtur shumë vite më parë në të gjinin dhe një dejtës, nga që e presin për gjërë të ndryshme, kishim mbetur sa rrenjë të çuditshme. Si është të punosh me drurin? Çfarë kënaqësi është? Ku qëndron e bukura e kësaj pune? Nuk ta shpjegoj dot kënaqësi që ndjen. Do ta punosh që ta ndjesh. Do vetëm kënaqësia është se ti merr një gjë që s'ka formë dhe jep jetë. Jep jetë. Një gjë që është për të djegur. Që o do të ngrohesh një gjysmore, o do krijosh një diçka. Dy brezat e parë që ishe stërgjyshe dhe gjyshe, kishin dyqan sipër, ata merreshin me mobilieri më shumë dhe shistin deri në Tiranë, Durrës, do të në vitet 30-40, pas luftës pastaj kuptohet çfarë ndodhi. E kuptojmë si me gjithë. Dhe pastaj babai e zhvilloi më shumë këtë pjesën e... Kuptoj. Si shpjegon faktin që Pogradeci ka mjeshtra druri? Pogradeci ka artist sepse ka mjedisin e bukur, të frymëzon. Të frymëzon ky peizazh. Peizazh. Atëherë punon aty, kthen kokën nga liçeni, çlotesh. Rifillon prapë. Rifillon prapë. Për sa kohë që do kemi liçen, se pastaj puna e zonë dhe liçenin. Pse ka shans të zihet, ha? Çmendoria më çdo gjë. Kjo ka vajtur në Venecia 2018. U organizua një tip ekspozite për gjithë artizanët e Evropës. Vajtën 3 veta nga Shqipëria. Dhe fati tonë ishte që u zgjodh kjo punë për të prezantuar Shqipërinë. Edhe në një artikull e kam aty është ilustruar si një nga punët më të mira. Shumë e bukur. Babai e ka bërë? Babai. Ua, sa e veçantë është ajo. Kjo që nga fantastike. E bukur. Tap. Po si e keni realizuar? Me dru? Kjo është për dru, mbushur, dhe kjo është realizuar me inat. Kjo është një model pak i stilizuar i barkave apo të gjemive. Kështu i thoni gjemi? Gjemi. Ua, sa interesant. Që kanë lundruar në liçen. Deri vonë, deri në 70-ën ishën të fundit këtu. E kanë patur karakteristik 3 lopata në njërën krah dhe 2 meja në anën e kundërt. Ka shumë lopata? Po, dhe kanë qenë të larta. Tash kam dëgjuar që në varësi të madhësisë, se këto ishin për të bërë transportin dhe këto quheshin ambar, mbusheshin me materialet dhe që bëshin transportin, me fshatrat, me okrin, anë e mbanë liçenin, se drejt për së drejti asnjëherë nuk shkonin, se shumë të rënda. Pas bërë babai një poshtë që është aty që ajo s'lëvisja aty, dhe për të parë bënja dhe apo se bënja dot. Je përafruar. Po jo si babai. Jo si babai. Shumë interesante që ka kjo, asa e bukur që ka kjo, që ka super gjë.